Një përleshje mes 7 personave ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në rrugën Lulishtja në Gjilan, ku sipas policisë, të dyshuarit meshkuj kosovar janë përleshur fizikisht mes vete, duke përdorur edhe mjete të mbreta thik. Si pasojë e përleshjes të 7 personat kanë mësuar lëndime trupore. Pas pranimit të ndihmës mjekësore, 5 prej tyre janë liruar, ndërsa 2 të tjerët për shkak të lëndimeve të rënda nga Spitali i Gjilanit janë transportuar për trajtim të mëtutjeshëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Me vendim të prokurorit kompetent, 5 të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit janë dërguar në mbajtje. Rasti është inicuar si vrasje në tentativë dhe po hetohet nga organet kompetente.